Në Vlorë, trafiku i rënduar nuk është vetëm dhuratë fundjavë. I ngarkuar dhe kaotik, qarkullimi i automjeteve prezantohet edhe këtë të hënë. Kjo për shkak të bllokimit të Lungomares, shëtitores bregdetare në segmentin Skel Shkolla e Marinës. Bllokimi i këtij segmenti e ka orientuar trafikun në unazën e qytetit, ku pavarësisht investimit të ri, rruga e ngushtë nuk ka kapacitet për të përballuar qarkullimin e qytetit dhe pushuesve drejt zonave bregdetare apo jugut të vendit. Sipas qytetarëve, punimet duhet të ishin mbyllur përpara nisjes së fluksit të pushuesve. Po dhe si vjet do bëjmë si do bëjmë. Mjafton të bëhet gjë e mirë, edhe në mod ose vitin tjetër të jemi më të lirë, edhe në qarkullim, edhe në këto aspektet e tjera. Ka qenë problematike situata këtë ditë me bllokimin e rrugës? Problematike. Po tani, kur janë punime të mëdha, do ketë edhe probleme në qarkullim, se janë probleme, janë punime brenda qytet, nuk janë në periferi apo në jashtë qytetit. Qarkullimi është me frikë, janë e që ikim me bicikleta o do ikim në përkëshu, se nuk ka asnjë. Sidomos kjo rruga këtu, pavarësisht se është shtruar e janë bërë të gjitha, po për ne me bicikleta nuk kalon dot, ke frikë nga makinat. Është bllokuar Lungomare dhe ka trafik? Po, gjithë trafiku është kthyer andej. Nga ajo zona andej, nga ajo rruga që është bërë aty, nga psikiatria, spitali psikiatri. Tani mirë nuk është, domethënë që është bllokuar, sepse është shumë sezon, domethënë që ka turistë dhe duan televizin, apo kupton? Njerëzit edhe nuk bën, domethënë që si e kanë bllokuar, po për neve ja bë lëvizjen këmbë, se di që ta shpjegoj me shumë detaja. Se hera e parë që po vi sot në Vlorë, edhe më thanë që ishte bllokuar rruga, por nuk është mirë. Aktualisht qyteti do të përballet me vështirësinë e qarkullimit deri në mesjavë, kohë kur është parashikuar të mbyllet asfaltimi përgjatë hyrjes së shëtitores së Bregdetit. Sa kaq pas përfundimit të këtij segmenti, pritet të nisë asfaltimi i aksit nga Shkolla e Marinës e deri në zonën e njohur si Rapi, aty ku shënohet edhe fundi i gjatësisë së investimit të shëtitores së Bregdetit të Vlorës.